kryesisht akuzat që janë bërë medias, gazetarëve për një anshmëri, për blerje, për gazetari të shitur, e kanë përsëri devalvuar profesionin duke a heq atë vlerën e madhe që e ka gazetaria e mirëfillt. Këto janë arsye dhe Dhe cenzura. Po, në fakt, edhe, unë gjithmonë edhe them më tepër që edhe vetë censura është pastaj edhe në problem më vete. po, ekziston. Po ekziston, me gjas ekziston sepse Kemi dëgjuar se ekziston. Po, ekziston sepse mund të jesh në rrethana të caktuara që jo çdo gjë lejohet të thuhet, po më tepër se cenzura dhe vetë cenzura gjithmonë kanë ekzistuar. Por prap ka pas respekt gazetari, sepse ka pas disa filtra derisa diçka është botuar. Kurse tani lehtësia e publikimit të asaj që thuhet pa i kaluar hapat e gazetarisë e ka devalvuar sepse pas disa kohë është krijuar përshtypja se jo përshtypja, por është vërtetuar që ka qenë rrema ajo që është dhënë.